Partia Demokratike ka reaguar ashpër ndaj ngjarjeve të rënda kriminale të ndodhura gjatë ditës së shtunë në vend, të cilat përfshin vrasjen e një të riu në Korçë, përleshjen me plagosje brenda burgut të Fierit dhe një shpërthim me eksploziv në Durrës. Në një deklaratë për mediat, deputeti i Partisë Demokratike, Klevis Balliu, u shpreh se siguria publike në Shqipëri është shndërruar në një pasiguri kronike, duke theksuar se qytetarët nuk ndihen më të sigurt as në rrugë dhe as brenda institucioneve të sigurisë së lartë. Dje Shqipëria u zgjua dhe fjeti përsëri me lajme seriale të krimit. Vrasja e një 20 vjeçari në mes të qytetit të Korçës, përleshje me plagosje të rëndë në burgun e Fierit dhe shpërthim me eksploziv në Durrës. 3 ngjarje të rënda në të njëjtën ditë, që tregojnë një realitet të frikshëm. Siguria publike në Shqipëri është dorëzuar dhe shndruar në pasiguri kronike. Qytetarët nuk janë më të sigurt as në rrugë, as në qytet, as në institucionet e sigurisë së lartë pas hekurave të burgut, ndërsa krimi vepron me një guxim që nuk do ta kishte nëse shteti do të ishte realisht në këmbë. Kjo nuk është më çështje statistikash, por çështje e jetës së shqiptarëve. Pas 13 vitesh në pushtet, Edi Rama ka dështuar në detyrën themelore të një qeverie, garantimin e sigurisë së jetës së qytetarëve. Partia Demokratike e ka denoncuar vazhdimisht kapjen e shtetit nga krimi dhe lidhjet e rënda mes botës së krimit dhe pushtetit. Sot pasojat i shohim çdo ditë në rrugët e Shqipërisë. Sipas opozitës, pas 13 vitesh në pushtet, qeveria e kryeministrit Edi Rama ka dështuar në detyrën e saj themelore për të garantuar sigurinë e qytetarëve. Balliu theksoi se propaganda dhe sukseset imagjinare nuk mund të fshehin realitetin e një shteti që, sipas tij, bashkëjeton me krimin. Kur krimi vret në mes të qytetit, kur ka dhunë brenda burgjeve dhe kur eksplozivët shpërthejnë në qytetet tona, problemi nuk është vetëm kriminali. Problemi është një shtet që nuk e parandalon, nuk e godet dhe nuk e ndëshkon krimin. Edi Rama mund të vazhdojë të flasë për Shqipërinë turistike dhe për propagandën dhe për sukseset e tij imagjinare, por shqiptarët e dinë realitetin. Sot në Shqipëri nuk mungojnë kamrat dhe propagandat, por mungon shteti. Rendi publik nuk mund të jetë peng i interesave politike dhe i lidhjeve të krimit. Shqipëria ka nevojë për një shtet që lufton krimin, jo për një pushtet që bashkëjeton me të. Dhe për këtë përgjegjësia politike është e qartë. Edi Rama dhe qeveria e tij kanë dështuar të garantojnë sigurinë e shqiptarëve. Ata mira qytetarë që protestojnë prej 70 ditësh kanë dalë ndër të tjera edhe për rendin dhe sigurinë e munguar. Thirrja e tyre kryesore, Rama jepet dorëheqjen, jehon sot më shumë se kurrë pas kronikës të së shtunës të mbuluar me gjak. Përfaqësuesi i PD-s solli në vëmendje edhe protestat e qytetarëve, duke u bërë thirrje institucioneve dhe duke përsëritur kërkesën për largimin e qeverisë.